Në ambientin e drejtorisë së përgjithshme të Policisë së Shtetit u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Policisë së Shtetit dhe Inspektoratit të Përgjithshëm me synimin forcimin e bashkëndërveprimit ndërinstitucional dhe rritjen e efikasitetit në luftën kundër paligjshmërisë. Kjo marrëveshje parashikon një bashkëpunim të vazhdueshëm dhe të koordinuar për parandalimin dhe goditjen e ndërtimeve pa leje, krimeve mjedisore, punëve të paligjshme dhe shkeljen në tregun e punës, si dhe rritjen e sigurisë ushqimore, të barnave dhe pajisjeve mjekësore. Drejtori i përgjithshëm Skënder Hita theksoi angazhimin maksimal të Policisë së Shtetit për të mbështetur strukturat inspektuese në nivel qendror dhe lokal në funksion të zbatimit të ligjit dhe garantimit të sigurisë për qytetarët. Bashkëpunimi midis nesh dhe kryeinspektorit dhe gjithë inspektoriateve do jetë në nivel qendror dhe në nivel lokal dhe bashkëpunimi për kraja nuk do mungoj në asnjë moment dhe asnjëherë. Gjatë kohës që do jemi në terren, grupet tuaja mbajnë ato aktet administrativ, ne pastaj mund vazhdojmë dhe me ndjekjen penale të çdo rasti dhe të çdo veprimtarie të kundërligjshme që zhvillohet. Kryeinspektori Sula nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional për garantimin e zbatimit të legjislacionit dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Qëllimi i vetëm është në zbatim të ligjit dhe në sigurinë dhe në mbrojtjen e qytetarëve. Subjektet e caktuara të cilët shkelin ligjin dhe janë paligjshmëri të plotë, do duhet që edhe duke filluar nga inspektoratet, por në mbështetjen e fuqishme të Policisë së Shtetit, do duhet që ne të parandalojmë të gjithë elementet keqbërës të cilët tentojnë të sjellin në Shqipëri nëpërmjet importit të tyre ushqime të cilët janë në dëm të shëndetit të qytetarëve. Sigurisht dhe Inspektorati Qendror i KMT-s, i cili përsëri është një fushë jashtëzakonisht e gjerë dhe në paligjshmërinë ndërtimet pa leje apo duke pak parasysh ato të mjedisit. Marrëveshja synon gjithashtu të garantojë ndërhyrje të koordinuar në rastet e pengimit të inspektimeve apo rrezikimit të personelit gjatë ushtrimit të detyrës. Një tjetër element i rëndësishëm i kësaj marrëveshje në këtë rritje në kapacitetit të profesional përmes trajtimeve të përbashkëta, shkëmbim të ekspertizës dhe unifikim të praktikave të punës, si dhe informimi i publikut në përputhje me legjislacionin në fuqi.